Mirëmëngjes për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot kam një të ftuar tepër të veçantë. Është me mua këtë mëngjes Dhurata Tyli. Mirëmëngjesi e nderuar. Mirëmëngjesi. Faleminderit që je me mua. Faleminderit juve për ftesën. Është një vlerësim shumë i madh që ti je me mua këtë mëngjes dhe pas certifikatës së mirënjohjes që ti ke marrë ditët e fundit, pas punës tënde të palodhur në shoqatën që ti drejton. Si ishte për ty kjo ndjesi e dashur? Të them të drejtën, unë u ndjeva shumë e vlerësuar, pas një pune shumë të gjatë dhe të mundshme në organizatën e dëshmorëve të Bashkisë Shkodër, gjithashtu ku unë jam edhe antare e kryesisë së organizatës kombëtare për dëshmorët e Lancit dhe dëshmorët e tjerë të atë dheut, dhe mas disa viteve punë dhe mund, unë u certifikova me një certifikat militari i qarkut, zoti Edmond Ndou, e mirëpriti propozimi që u bë nga organizata kombëtare për dëshmorët e Lancit, dhe në mbledhjen e parë që bëri me Këshillin, e miratoi këtë dhënie të kësaj certifikate, por në një ditë të veçantë edhe për mua në ditën e lindjes time. Dhe unë nuk gjej fjalë që ta falenderoj Mondin. E falenderojmë shumë edhe nga studia Info Plus Mondin për punën e palodhur që bën. Absolutisht. Se ishte edhe më emocionuese që certifikata erdhi në ditën tënde të lindjes? Absolutisht ishte shumë emocionuese, të them të drejtën, sepse mosha jonë tashma ka nevojë për stimuj moral. Pa çka punës që ne bëjmë ndër vite, kemi nevojë të stimulohemi dhe unë e prita me shumë emocion dhe me një vlerësim të jashtëzakonshëm të Këshillit të Qarkut, Bashkisë Shkodrës, prefekturës, sepse në atë ceremoni ishte një audiencë e mrekullueshme, ishin personalitetet më të larta të vendor, kishin ardhur nga kryesia e organizatës kombëtare për dëshmorët e Lancit, kryetari doktor profesor Gjergj Velo, nënkryetari Shaqir Vukaj, nënkryetari tjetër Kujtim Haxhia, kishin ardhur një delegacion nga Prishtina të familjeve të dëshmorëve të Prishtinës, të cilët unë gjej rastin t'i falenderoj. Gjithashtu, në pjesëmarrja ditë ishin drejtues institucionesh që më kanë lënë pa fjalë. Ishte një ceremoni shumë, domethënëse për mua, dhe ishte shumë vlerësim i madh për mua. Dhe i falenderoj të gjithë ata kontributor që kanë qenë në ceremonia ditë. Gjithashtu kam marrë dhe pafundësisht kam marrë telefonata, mesazhe, urimi nga njerëz që më njohin ndër vite, nga qytetarë të ndryshëm duke ecë këto ditë më kanë uru pafund. Dhe unë ndjem shumë e vlerësuar. Kujt ja dedikon këtë çmim, këtë mirënjohje? Atëherë, ky çmim nuk është vetëm për mua, është për gjithë organizatën që unë drejtoj. Pasi unë prej më së 10 vitesh jam kryetare e organizatës për dëshmorët e atë dheut për Bashkinë Shkodër dhe të gjithë anëtarët e organizatës time kanë edhe ata kontributet e tyre në organizatë. Se unë e vetme nuk kam çfarë bëj. Por jam zbashkut me shok dhe me shoqe. Dhe kjo certifikat nuk më përket vetëm mua, po të gjithë organizatës. Ne bëjmë një punë të palodhur aty, sepse të nderosh të rënët në luftë, do të thotë të nderosh Shqipërinë, të nderosh veten, dhe ata që nuk nderojnë të rënët, mohojnë vetveten, mohojnë Shqipërinë. Dhe motoja jonë është respektimi, nderimi i vlerave të luftës nacional shqiptare, të gjithë luftrave që ka bërë populli ynë në histori, në vazhdimsi, dhe Shkodra renditet në qarqet më të mëdha për numrin e herojve. Ne kemi 16 heroj. Pas Tiranës është Shkodra, ajo që ka 16 heroj. Dhe kjo është një diçka shumë e madhe dhe ti respektosh këta është vlerë e shtuar për ne. Çfarë të motivon e nderuar në këtë punë të palodhur që ti bën? Atëherë, unë vi nga një familje patriotike atletare ku i mat ka qenë partizan në batalionin për Lat Rexhepi, në brigadën 27 sulmuese. Dhe
Për ironit fatit, do të thonja, do të ndalesha pak në diskutimi që është bërë kohët e fundit për 29 nëntorin, ditën e çlirimit. Gjë e cila u hodh ideja që nuk është çliru Shkodra në 29 nëntor. Unë jam dëshmitare shumë okulare dhe e vendosur në këtë, pasi i matë në 29 nëntor, ne në shtëpinë tonë kemi 2 albume fotografisht dhe i matë është në këtu para studios tuaj, ku kanë parakalu në datën 29 nëntor, në mëngjesin e 29 nëntorit, të gjithë partizanët dhe i matë është aty. Dhe unë sot jam 71 vjeçe dhe nuk është sot që u diskutu 29 nëntori. Ndër vite që diskutohet. Po, ndër vite unë e di absolutisht që Shkodra është çliruar në 29 nëntor dhe me çlirimin e Shkodrës u çliru e gjithë Shqipëria. Pastaj, unë jam martuar në familjen Tyli, ku nati im, Rushdi Tyli, është vrarë në shkurt të vitit 1944 në një betejë në Tropoj dhe së bashkut me Nexhip Lulin dhe Fali Ramadanin. Ndërkohë, unë jam pjesëtare e kësaj familje prej mëse 50 vitesh, nga ku kam 3 fëmijë, 2 djemë dhe 1 vajzë, të cilët janë trashëgimtar direkt të dëshmorit Rushdi Tyli. Dhe kjo mu më ka dhënë spunton dhe nga familja ime, që jam shumë e nderuar dhe respektuar, po aq dhe e nderuar dhe respektuar jam që në familjen e Tylejve. Dhe për këtë, unë e ndjenja si obligim dhe si detyrim që të mbroj, të përkujtoj, të luftoj me forcë për të mbrojtur dëshmorët dhe herojt e tanë. A ka kjo shoqat mbështetje nga institucionet, qoftë vendore, qoftë ato qendrore? Atëherë, do të bëj dhe një korrigjim të vogël, sepse ne nuk jemi shoqat, po jemi organizat. Organizat, në rregull, të Ka qenë dikur dhe kjo organizat në nëntor ka festu 30 vjetorin e themelimit të saj. Ndër vite, të themi të drejtën, ne nuk jemi mbështet nga organet vendore të Shkodrës. Po që me marrjen e bashkisë nga Zoti Benet Beci, ne kemi gjetë mbështetje, ndërkohë na ka mbështet pafundësisht gjej rastin të falenderoj Majlinda Angonin, ish prefektin e qytetit ton, e cila një gru shumë e nderuar dhe respektuar dhe na ka mbështet në vazhdimsi, po kështu prefektja sot që është Holta Duda, dhe në pafundësi gjej falenderimit të veçanta për Mondon, i cili bën një punë të shkëlqyer për qarkun e Shkodrës dhe është e dukshme puna e Mondit, por gjithmonë pa lanë pas dore punën e qarkut në mbështetje të organizatës së dëshmorëve. Ne bëjmë përkujtime të ndryshme, jo vetëm në 5 maj që është dita simbol e dëshmorëve të atë dheut, për cilën në kongresin e fundit, në kongresin e 8 që ishim në Tiranë, u vendos një zëri që në 5 maj të mbahet 1 minutë heshtje në kujtim të rëndëve, në të gjitha qarqet e Shqipërisë. Dhe ne jo vetëm në 5 maj që shkojmë tek varrezat e dëshmorëve dhe përkujtojmë të rëndët, në 28 nëntor, në 29 nëntor, bile do të ndalesha në 28 nëntorin e këtij viti që sa po kaloj, që u bë një paradë madhështore, ku e gjithë Shkodra bëni wow të madhe, dhe kjo është një merit e veçantë e kryetarit Beci, për atë paradë të shkëlqyer ku nalëm fillimisht tek Luiz Gurakuqi, ku ishin të gjithë firmëtarët e pavarësisë atje, dhe u ngrit flamuri aty, u bën homazhet, vendosën kurora dhe prej atje kemi vajt tek Isa Boletini, prej Isa Boletinit jemi kthyer edhe një herë në bashki, gjëja që më ka bërë shumë përshtypje. Shkodra është indiferente ndaj këtyre, por jo. Atë ditë unë kam pa një entuziazm të papar në Shkodër dhe njerëzit anës rrugës na duartrokitnin, na filmonin dhe na pritën me shumë emocion. Dhe kjo na bëri ne që të kemi edhe një detyrim akoma më të madh ndaj këtyre qytetarëve të cilët na mbështetën këtë parat që mund ta quaj që s'kishte ndodhur ndonjëherë në qytetin e Shkodrës. Dhe kjo falë kryetarit Benet Beci, falë të gjithë pushtetit vendor, Mondout, prefekturës
dhe punojësit të policisë, të ushtrisë, të gjithë pa përjashtim qytetarëve të Shkodrës. Në fund kanë një merit të veçantë qytetarët e Shkodrës, të gjithë u solidarizun dhe erdhen në këtë ceremoni. Po kështu dhe në 29 nëntor ne shkojmë tek varrezat e dëshmorëve, vendosim kurora, bëjmë homazhe. Ne përkujtojmë me radhë, fillojmë që në një shkurt në rënien e heroit Vasil Shanto, sepse ne nuk jemi, unë jam kryetare e organizatës dëshmore për Bashkinë Shkodër, por që jam dhe deleguar për gjithë veriun. Dhe më gjerë, pra, dhe në qark. Ne kemi shku si organizat në luftën e Reçit, kemi mbështet, pra, luftën e Reçit, kemi vendos kurora, kemi bërë homazhe. Në Kukës, në vendin e quajtur Krum, më falni për kujtesën. Nuk ka problem. Më falni për kujtesën, sepse në vendin e quajtur Kulla e Lumës, ka maj disa shënime këtu, Kulla e Lumës, ku u pushkatuan 26 shkodran, dhe nga aty kemi shku dhe në Prishtinë, ku në kampin famë keq të Prishtinës janë pushkatu 104 vetë në atë kamp. Në atë kamp famë keq unë kam pas dhe timat atje, por që i mbjetoj. Në 19 shtator, pra në 24, në Qaf Morinën, në këtë vendin ku u quajt Kulla e Lumës, u përshkatuan vetëm 26 shkodran. Nërsa 23 tetor kanë qenë të përshkatuar 104 vetë në kampin famkeq të Prishtinës. Dhe do të nalesha vetëm në një fjalë të Namik Dokles. Në mbledhjen e kryesisë fundit, tha, do ta citoj, atë ashtu si ai e tha. Po sikur të flisnin dëshmorët, do të thonin, po me ne çpatët. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Që kështu, po t'i referohemi vargjeve të madhi Dritëra Agolli, në Shqipëri, mlidhen rreth teje ata që të ngritën e qiej, ata që të dolën zot në furtunë, ata që të zbritën mbi male me mira djej, ata që dhanë liri, paqe dhe punë, ëndrrën tënde që shekujt s'ta prunë. Pra këto janë vargje shumë domethënëse të madhi Dritëra Agolli, dhe ne ndaj bëjmë thirrje që mbështetini, respektojini dëshmorët, herojt, sepse respektojmë veten tonë. Simbolet, lapidaret, të themi të drejtën, a ka vend për përmirësim pune? Ka, sepse... Ku mund të jetë? Ku mund të ketë vend për përmirësim pune? Ja do të them. Unë me gjithë ekipin që unë punoj, drejtoj, të organizatës, ku kam 15 antarë kryesiet, prej cilëve 10 jemi me arsim të lartë. Dhe kemi dalë... I mirë organizuar. I mirë organizuar, që vinë nga familjet e dëshmorëve. Por jo vetëm, sepse ne me statut e kemi çdo qytetar i Shkodrës, i cili respekton atë vetar, që respekton të rënët, është i mirë pritur tjetë në organizatën tonë. Dhe sot gjej rastin nga kjo studio e nderuar, t'i bëj thirrje atyre trashëgimtarëve të ri dhe të reja të familjeve të dëshmorëve, pse jo të bashkohen me organizatën tonë, në kauzën që ne kemi për mbrojtjen e dëshmorëve. Nërsa, një thirrje që do t'i bëja unë bashkisë ishte që të tregohet më shumë kujdes ndaj lapidareve, ndaj memorialeve, ndaj simboleve. Për shembull, këtu përballë jush është memoriali Brigadës 27 sulmuese. Është shumë i dëmtuar. Është shumë i dëmtuar. Absolutisht shumë i dëmtuar, e ka nevojë. Po kështu bustet, lapidaret e ndryshme, ka nevojë për mirëmbajtje, për një rikonstruksion të tyre. Nërsa përsa i përket varrizave të dëshmorëve, ato mirëmbahen mirë nga Bashkia Shkodër. Do të veçoja, kam qenë në një mandat 4 vjeçar antar e Këshillit Bashkiak dhe me kënguljen time të vazhdueshme bëm që ajo rruga që ishte skandal aty të rregullohet, të shtrohet dhe kështu që u kompletu, domethënë, çdo gjë aty tek varrezat e dëshmorëve dhe është një mirënjohje e pakufishme, të gjithëve
që kontribojnë në mirëmbajtjen e atyre. Biles do të veçoja që ai vend dikur ishte i mbushur me mbeturina, sot vetëm nga ne vetë antarët e organizatës dhe kryesisë e kemi mirëmbajtë, e kemi pastru, bile kemi mbjell dhe fidane të cilët atë sot janë rritur dhe kanë dhanë ajër, oksigjen atij vend që është për të respektu. Këtu do të veçoja punën e palodhur të dy antarëve të organizatës sonë, Midur Shabaj dhe Ndot Bashotaj, të cilët kanë barrën kryesore në mirëmbajtjen e vendit. Po, në mbjelljen e atyre fidaneve. Mund të ketë pasur vështirësi ky rrugtim në kryesinë e organizatës? Mund të veçosh disa momente që kanë qenë ndoshta më të vështira në drejtimin e organizatës? Po si, edhe vështirësi kemi pas. Jemi paragjyku nga rrjetet të ndryshme sociale. Është bërë e pashmangshme. Absolutisht, por duke qenë se ne kemi vu një qëllim vetes që të respektojmë të rënët, e kemi anashkalu edhe kemi mbajtur qëndrimin ton përmes mediave kur kemi qenë të pranishëm në evente të tilla. Ne nuk kemi shku vetëm brenda qarkut Shkodrës, ne kemi lëviz, kemi shku në Durrës tek Mujulqinaku. Kemi shku në Vlorë te Perlat Rexhepi, i cili është vlonjat nga fshati Vajz i Vlorës, por që aktivitetin e luftës e ka pas në Shkodër dhe ka ranë në Shkodër. Kemi vajt në Vajz për me respektu atë figurën e Perlat Rexhepit, ku kemi qu dhe një fidan që e kemi mbjell atje te lapidari në fshatin Vajz. Kemi shku në Sarand, kemi bërë disa, do me thanë, në Vlorë te Perlat Rexhepi, në Sarand, jemi ndalë tek Shën Vasili, tek masakra Handrovutit, ku u pushkatuan 45 vetë dhe i kishin varros, i kishin hedhë në një grop atje. Dhe njëra nga antarët e mia të organizatës dhe që e kam sekretare të organizatës, ka 4 dëshmor atje. Zonja Irini Bushati, cilin gjej rastin ta falenderoj. Falenderojmë shumë. Po kështu shkuam edhe në Konispol, tek masakra e Çamërisë, që ka qenë një masakër e tmerrshme. Kemi qenë në Sarand tek 3 herojt, pra ne jemi gjithë përfshirës, jo vetëm brenda qarkut Shkodrës, por kemi shku në gjithë Shqipërinë, pothuajse kemi prek dhe. Kohët e fundit ishim në Libohov. Pse shkuam në Libohov? Në Libohov ne shkuam për të respektu, ishte në Libohov, ishte u promovu një muze historik dhe ne shkum atje si organizat, edhe vum dhe një kuror atje dhe respektum gjithë si organizat. Brenda qarkut, në Malsinë e Madhe, në Barbullush, në Vaun e Dejes, në shumë lëvizje zona të ndryshme. Durata mendon se sot nderohen siç duhet dëshmorët? Në mendimin tënd, në kuptimin tënd ndoshta. Ne gjej rastin këtu që t'ju bëj thirrje që edhe më shumë të nderohen të rënët, sepse ata nuk kanë pas bindje politike. Ata kanë shku, kanë rrok armën dhe kanë luftu kundër armikut. Për të mbrojtur atë dheun. Për të mbrojtur atë dheun. Dhe unë besoj që ata janë herojt më të mëdhenj që duhen më u respektu nga të gjithë forcat politike, të cilët një pjesë e tyre janë shumë indiferent. Pse ndodh kjo? Pse ndodh nga parti të ndryshme që të kemi këtë fundja? Egoja e gjithë secilit. Egoja gjithë secilit. Kështu që kemi qenë Gjirokastër, kemi qenë, po të themun, në Tepelen, të Alipash, Tepelena, se mbase edhe nuk më kujtojnë të gjitha vëndet, por në çdo vend ne kemi shku si organizat. Gjej rastin këtu të falenderoj absolutisht mbështetjen e madhe që na japin edhe biznesmen të ndryshëm, sepse në fund të ditës ne jemi pensionist
dhe të udhëtosh dhe të shkosh në vende të ndryshme për të... Na kanë vu në dispozicion një autobus, na kanë shumë herë, na ka motivu Bashkia Shkodër, na ka pajis me kurorat e veçanta që ne t'i respektojmë atje, dhe për me bat mundur respektimin dhe nderimin e herojve dhe dëshmorve të gjithë kombit tonë, të gjithë kombit. Në ditën që ti more certifikatën e mirënjohjes, nuk ishte e vetmja mirënjohje, të dhurua dhe një flamur që ti sot e ke me vete. Mund të na tregosh më shumë rreth dhurimit të këtij flamuri e dashur? Atëherë, të them të drejtën, kryetari i organizatës kombëtare për dëshmorët e Lancit dhe dëshmorët e tjerë të Dheut, profesor Dr. Gjergj Velo, me kryesin vendosi duke parë punën ndër vite të organizatës për Bashkinë Shkodër, të organizatës për dëshmorët për Bashkinë Shkodër, vendosën që organizatë pararojt të na akordojnë një flamur, dhe me thanë të drejtën ishte një vlerësim i madh që na u bë, po a ditë shpëndan dhe 3 certifikata mirënjohje për 3 antarë të organizatës sonë. Do të theksoja që në organizatën tonë kemi antaren më të re të organizatës, Zoën Teuta Qyteza, të cilën gjejrastin ta falenderoj pafundësisht, e cila është ndër vite mbështetëse, ajo është trashëgimtare e të teatrit Luigjit, i cili ka qenë kryetar në shumë vite, dhe ajo ka një mbështetje të padiskutueshme të organizatës sonë, e cila na ka vlerësuar në vazhdimsi, dhe është antare organizatës për dëshmorët e Lancit për Bashkinë Shkodër. Po kështu dhe prefektja Olta Duda, po kështu dhe Mondi, kryetari i Qarkut. Dhe vlerësimin që ma kanë bërë shumë të madh, ndërkohë ky është flamuri që na akordoi... Po, mund të të ndihmoj? Po. Na akordoi... Nga në tjetër i dashur? Po. Ky është vlerësimi që u ka akorduar nga organizata kombëtare për dëshmorët e Lancit dhe dëshmorët e tjerë të Dheut. Si organizat pararoj. Sa është emocion i madh për ty kjo pjesë? Patjetër që është emocion, sepse është përbly puna që unë kam bërë ndër vite me këtë flamur. Dhe unë ndjem shumë nderuar, dhe gjithë antarët e organizatës sonë janë ndjerë shumë të vlerësuar dhe të motivuar për me vazhdu më tej punën tonë në mbrojtje të figurave të historisë së popullit tonë të lavdishëm. Në fund dua ta mbyllim me një thirrje për të gjithë të rinjt që të kenë më shumë vlerësim ndaj dëshmorëve të Dheut, duket sikur në brezin e ri është zbehur pak vlera e figurës së tyre të madhe që duhet të vlerësohet shumë, ndoshta edhe në shkolla apo në institucionet ku ata frekuentojnë. Dua një thirrje nga ti. Patjetër, unë i bëj thirrje dhe atë ditë në dhënien e certifikatës, unë i bëj thirrje të gjithë të rive dhe të rejave, janë shumë indiferent ndaj luftës. Në fakt, jo të gjithë. Unë kam bërë disa takime me disa shkolla të qytetit dhe më ka bërë përshtypje në disa shkolla angazhimi të rive, njohja e të rive me historinë e lavdishme të popullit tonë, por në përgjithësi do t'i themi gjërat siç janë që nuk ndaj i bëj thirrje të rive dhe të rejave, që të afrohen pranë organizatës dëshmorëve, të respektojnë të ranët, të respektojnë dëshmorët dhe herojt e kombit tanë. Të falenderoj shumë e dashur që ishe me mua këtë mëngjes. Faleminderit ju. Faleminderit që e nisëm javën bashkë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe faleminderit që ishe në Info Plus. Unë ju falenderoj juve për ftesën që më bët dhe mirënjohje e thellë për ju dhe për Star Plusin. Të falenderoj. Ju falenderojmë shumë dhe të gjithëve ju që keni qëndruar me ne deri në këto momente. Takimi radhës së bashku në Info Plus ditën e nesërme.